Patrioti ish i burgosur i politik, ushtari ish komandanti UÇK-s Nasim Haradinaj vjen në një rrëfim emocionues të padëgjuar më parë rreth aktivitetit të tij, familjes, burgosjes në Hagë e shumë tema të tjera për dokumentarin Ekspoze. Duke folur për dënimin e fundit që kreu në Hagë, Haradinaj e ka cilësuar si puro politik, duke konfirmuar se tashmë i është pranuar dhe ankesa në Strasburg për këtë gjykat. Haradinaj tha se në raport me të burgosur e tjerë ata kishin rregulla të më strikte. Dënimi jam që ky dënim thëm drejtën as kisha mujt me imagjinu, jo mua, po as kërkuj mo mas çlirimit që do të ndodhë si dënimi, sidomos shekullin 21, dënim politik që thjesht është pura politik. Kështu që për mua ka qenë e papritshme, mirë po jo i papritshëm nga themelimi i kësaj gjykate dhe lloji i kësaj gjykate të cilën unë çdo herë kam kundërshtuar. Kështu që atje trajtimi varet që është në Evropë, po duke llogaritur që është në mesin e Evropës, përposë atij standardit që ata kanë, që është ai burg i marrën me qero, që ka qenë përpara gjithashtu i hazun edhe nga tribunali. Ishte një trajtim sa i përket vetë gardianëve, normal që ishte trajtim njerëzor, adekuat, mbrana konform rregullave të cilat i kanë vendosur gjykata. Kështu që në raport me të burgosin tjerë, mendoj që kemi qenë shumë rregulla më strikte, sepse ato varen nga kërkesa e vetë gjykatës që i vendoset. Gjatë burgosjes në Hagë, Nasim Haradinaj u përballë edhe me dy sfida të papritura familjare, vdekjen e vëllait dhe sëmundjen e bashkëshortes së tij. Për këtë të fundit tha se ishte shoqja e tij e jetës që pavarësisht sëmundjes që po kalonte e ndihmoi ta tejkalonin së bashku. Faktikisht kam pas dy sfida familjare. Kam pas vdekjen e vllaut, sëmundjen dhe vdekjen e vllaut, dhe gjithashtu sëmundjen e shoqes teme. Kështu që po, ato ishin sfida të cilat jo mund të pa planifikuar, po ja që ndodhën dhe më gjetën aty ku më gjetën. Mirë po, edhe ajo ishte një sfidë e cila gjykata nuk ishte në gjendje të siguroj as ato elementare njerëzore, drejtat njerëzore elementare për mua, për shembull, për anëtarët e mi të ngushtë familjes. Sepse si familje ngushtë dihet që njetë familja do thotë nona, baba, motra, vllazit dhe gruaja dhe fëmijët. Kjo është familja ngushtë që është e garantuar me drejtat ndërkombëtare njerëzor, ku do në botë, qoftë edhe nëpër sistemet Jugosllavisë, ku do ka qenë, këta janë konë familje ngushtë që patjetër është dashur të bëhet, janë disa rregulla që duhet me bëhet disa lëshime. Të lajmi i rënd, është lajm shumë i rënd, por në realitet mu në këtë lajm ka ndihmuar shumë gruaja vetë. Gruaja jame duke më thonë kurajo, duke më thonë që të mos mërzitem shumë, se ajo është kaq më përvalluar me to, por njëkohësisht duke ma leju në reforme që të merrem me smundjen, se njëkohësisht e kisha vllain që u shiki që është ka shkon ka vdekja, smundje shumë e rëndë e tij, trajtim shumë i keq i tij këtu në Kosovë, po e them tash tu për të parë herë, vllau tam ja kanë ikë edhe gradën e parë të invalidit luftë që kon. Çato se kohë dhe prap ku ka ardhur çertu i smut, prap ja kanë rikthye, që ishte një dënim që e boni edhe shoqëria këtu e Kosovës, ndaj tij, një luftari që dihet çfarë përmosa ka qenë. Dhe kaq mujtën me bo, kaq bon, por edhe na jemi të përgatitur. Jemi të rrezhur me këto sende, me kur është çështja pra dhe ne nuk e diskutojmë, nuk kemi shtek që lypim privilegje. Ai emocionuar na rrëfen se pavarësisht kërkesës që kishte bërë nuk i ishte lejuar pjesëmarrja në varrimin e të vëllait. As para varrimit dhe as pas varrimit, mua as më ka dhënë kurrë përgjigje pozitive që do të mund të më lëshojnë, tha i emocionuar Haradinaj. Shiko, unë e shoh shpesh që në varrim nuk është problemi vetëm varrim, se ditën e varrimit zakonisht ndoshta ata kanë pas një arsye duke u frikuar që mund ndodh diçka dhe pse ata nuk e kuptojnë se dita e varrimit është ditë e shenjtë dhe nuk do të kish pas njeriu dhe shqiptar që do ta kishte kesh përdorur ditën e varrimit të familjarit vet për mi bën ndaj diçka tjetër. Mirë po, ne mua s'm kanë lëshu hiç. Mos më ka lëshu hiç as ditën e varrimit, as para varrimit, as mas varrimit. Dhe mua s'm ka dhënë kurrë përgjigje pozitive që do të më shojnë. Kurrë hiç. Unë e kam bërë kërkesën me shkrim se di që duhet me met aty zyrtarisht dhe i kanë ka bëllë avokat jam, po në s'ko marrë kur përgjigje. As pozitive, as negative. Prandaj gjitha këtu që kanë bënë vete, për pas mu që më kanë shkelë dhe tjerëve, unë ka bëjë që unë ta shfrytëzoj drejtën dhe ta ankohem në Strasburg. Gjatë që dhe ankesa jam e veç o pranu ma heret, po është konfirmue para 2 javë, 3 që më ndodhë me që edhe në shkremtimin.
Gjatë burgosjes në Haag, Haradinaj tha për dokumentarin ekspoze se kishte takuar rastësisht edhe kriminalin serb Ratko Mladic. Ai tregon momentin se si ndodhi ky takim nga një gabim i gardianëve. Ne Mladicin edhe kriminalët tjerë që në aty dënu i kem pa edhe ma herët për drejtarë gjatë vizita. Mirë po në kom pas rast të pahirit, do të bo një gabim, një mos marrëveshje e truprojevt ati në kuptimin e gardianëve ti me gardian tonë të shkune në mjekësi, dhe ku o qenë lifti dhe ai me siguri këtë të arën shëtiti edhe me taku në shkurt, shumë shkurt. Mirë pa të kanë reagu shumë shpete gardianët, edhe përse s'ka pas në tentim as jemi, a i mos mundet ishë, a është gati senil, tash është gati palevishën me nëzëjec, po mbi që thatë, po kanë reagu ata që na mos më po, sepse, arsye është sepse ma herët ne na kanë kërku nëse dojmë me pas shëtitjet dhe sportin bashkë. Me arsyetimin se do të keni shëtitje ma të gjatë, nëse pranoni bashkë, edhe me arsyetimin se do të keni sport ma të gjatë. Pra arsye sepse pra ata ju do këtë normale, sepse ishte burgosit e tjerë që këshin qenë për para shqiptarën gjatë kohës tribunarit, i këshin pas të përbashta. Ne s'kem pranu. Do, na jem kënë tretë që s'kem pranu, do të cali, hysi edhe une, ne tre s'kem e pranu. Po të njëjtën vendime kanë marrë edhe krerë tjerë ku kanë ardhë. Haradinaj foli edhe për padrejtësi të shumta të gjykatës speciale dhe të ish kryeprokurorit Jack Smith. Tu e po shqyrtime dhe zbunimet që u bonë kohëve të fundit, ma në fund ju dul maska këtyne dy spjojve kryesor, spjoj Renca dhe Mashtrus, që janë Faik Emiri dhe Hadit Saitaj. Këta janë ata që kanë bu këtë vorbëllën në kuptimin e pas themelimtar, duke mundu me bo punëtor, duke mundu me bo spjoj, duke mundu me përgatit, duke një bashkëpunu me Jack Smithin. Amerikës rastësisht të zbulu vetën për vetën e vetë Jack Smithin e zbuloj që ka bodhë për ne, dhe dullin me deklaratë, sot si shpia barbë, dullin me deklaratë dhe bile thanë të arkohet fundit që Jack Smith do dhe të ka bo edhe abuzime me fondet, dhe është politike thjesht. Shtu që në menoj që është një signal, nëse mos përkon, është signal për vetë pushtetarë tonë, kush dhe t'vjen, për vetë njështë të parlamentit tonë dhe për vetë shtetin tonë. Sepse në këtë rast, unë menoj që njështë aty janë individ, por kjo gjykat ata i ka marrë si uqike, i ka marrë si fundament, si bazë e luftës dhe lirisë tonë. Dhe nëse dikush në jetë mirë, që në Kosovë që të dënohen ata cilët fundament kjo liri dhe këtë parlament e kanë ata, atë ne të thotë nuk e dojmë lirin. Ish komandanti i OQK-s, Nasim Haradinaj, dhe se gjykata speciale tashmë din mendimin që i njëjti ka për ta, sepse kanë patur një luftë të shpallur mes tyre. Ai tha se dënimi i tyre u bë për t'i friksuar njerëzit që të flisnin kundër kësaj gjykate. Mos harro, unë do të me cek të unë e dalloj prej gjithë tyne, se mos më kalshu asmi po në vizita. Për kundërzit që vizitat unë ku mujtë me realizu në shtete evropiane. Unë shoj që nga pas spitalin suedez, sepse ka shtetësi suedez dhe kun shumë alet më mqu, shteti suedez e kështë garantu 100% për mu. Ndërsa vëllant e kom pas duke ukurue, duke shëru që edhe ka vdek në Gjermani, që ka qenë diku larë 40 minuta, nashta prej aty të se hade një orë, tash mos parafrazoj. Kështu që mu s'm kanë lejua as mi pas vizita, do të mu kur s'mu ka leju as njëherë. Tjerve ju ka leju të pakten, kanë qenë për vizita. Shamull hysi ka qenë 4 herë, edhe i vizit që ju ka liu mi po atje 5 herë ekstra. Por kjo s'ka të bëjë diçka, po unë menoj që ata kanë ditë për mu qëllërimin tam drejt për drejt që kom për ta, e kanë ditë revoltin teme në çdo moment dhe aty kom të regu që jom kundaj tyne dhe punoj kundaj tyne, e kanë ditë se çka menoj për ta, sikur që e di edhe unë se çka menojnë ata për mu, kështu që ne ke pas një luftë të shpallur mes veti, normal që forca mbun drejtsin, por unë di se drejtësia herë do kur do të nga nej. Mendimi janë për gjykatën është për te i para gjykimit, në shtatë që kom pas një pjesë para gjykim, para se me shku, para se me më arrestu, të menu për gjykatën. Është për te i para gjykimit, është edhe ma keqe se ke mujtë në me për gjyku. Këtë vendim të arsot në fundit, po vjen keqe se ka herë për keqe që akum qëllu, po këtë vendim sot o ka thot shpia bardhë. Këtë vendim o ka thot Trump i vetë. Këtë vendim e keni po dhe ju media tash ma vonë që tash ta pranojmë. Dënimi ynë është bo me i friksu njerëz me folë kënë gjykate. Edhe thot aty Jack Smith, po e bojmë për me i friksu ata tjerë që dojnë me bo si këta. Kështu që thjesht, ka dënë haptazi që pe i bojmë me i friksu tjerë. Në por në menoj që populli janë ka përvoj që nuk mujnë në frikojnë, jo të gjithë në frikojnë. Dhe unë falimderoj tash edhe mediat,
që në fund e keni pa dhe ju një sinceritet, e keni pa vetë që s'ju lejojnë me pas qase, e keni pa si vjen të rënda fillua me shit falë në për disa organizatet të shefta e bon be su kun kone patriarkatit e matriarkatit atje pashahinin në nëmës, logajte një krygjikace, një gjikate që aja ma alite, dhe vjen me bo be këtu mi besua saj në hit nënë saj, ku i bo dert për hinin në nënë saj. Sa hirë dhe nënë autone në djegur, sot ata djem që sot i kanë vranë njështë dhe i kemi shok të vranë që po i besojnë, e na po i besojmë një nënë që atë i ka vdek një naturale e shterune që s'di sa vjetë. Kjo është paradoksi. Haradinaj foli dhe një lidhje me letrën që ish Ministrja e Drejtësisë, Albulena Haxhiu ju drejtoi dhomave të specializuara, pas mosrimit të pjesëmarrjes së ish presidenti Thaçi në varrimin e babait të tij. Ai tha se gjykata speciale është selektive, duke deklaruar se 90% e dëshmitarëve që janë aty janë të instruktuar se çfarë të flasin. Unë për ministër Haxhiu kom thonë ma herët kur më pyet, o bollë si di si diçka, urojt mos harroj. Mi po deshtën 4 vjetë. Është vonë, por ka është ma mirë vonë se heq. Urojt mos jenë që kënë zgjedhje, të shojmë që apo tash. Unë e pres një parlament, unë nuk pres partitë caktune. Unë pres djemë deputet që kanë lyp votën e në betu që do të punojnë për këtë shtetë, për këtë vend, si që la parti, si që deputet ka thonë ashtu. Prandaj ky shtetë ky vend e ka bazën mbi një diçka që quhen 3 shkrone UÇK, që është ushtria shtetërore e Kosovës. Nuk e ka si tash kush janë personat. Target i kësaj gjykate thjesht është UÇK dhe shqiptarët të Kosovës që janë pjesëtarë të UÇK-s. Prandaj është edhe selektive. Është raciste, sepse ne në UÇK fatmirësisht ke pas edhe komsi tjera. Ata nuk janë target. Për me plotësu targetin kësaj gjykate duhet me qenë shqiptar i Kosovës dhe në UÇK. Dhe ata nuk e kanë për zbulimin e krimeve. Ne edhe ku kom kundërshtu atër ke thonë jemi për zbulimin e gjitha krimeve. Do të më koni marrë, do të më koni qmendon me thonë nuk du më zbulu krimet. Por krimet ditë kush ka pas mundësi. Unë nuk thëmë mi denue Serbinë. Serbia ka pas një tribunal, po ne kemi qytetarë serb, kemi qytetarë bosnjak, kemi qytetarë rom, shqiptarë që shirkonu që ka edhe ka mundësi me pa bo krime. Hajde ti bojmë gjitha krimet nëse ka. Prandaj, Serbë që janë Kosovarë, që janë kanë shtetësitë Kosovës, pse më s'mi marrë kjo që ka? Pse? Ja, është selektive. Vetëm UÇK dhe shqiptarë. Një qytetar i Shqipënisë, në cilën ndonë, nëse llogarit për krim, nuk merret. Një qytetar i huaj që ne ka ardhur gjerman, francez, është UÇK, nuk i plotson kushtet. Jo patjetër që ka bërë krime, po du me cek pse është selektiv. Do të krimet dihet kush i ka bërë këtu. I kanë në zonë serb, i kanë detyruar qytetarët të Kosovës me dhunë, me bërë krime, me masakru. Kanë deklaruar, na kemi këtu deklarata, që në bërë hetimet, që në bërë grupet tona, shoqënit, që kanë bërë të pavarura, ka qenë ajo Maria Bustrom, asdi që ka pas emnin, që i ka bërë për krimet, kanë pranuar njerë që i kanë detyruar me bërë dhunime, me bërë krime, se në marrë konsideratit nga kjo që ka. Ka kjo që ka të gjithë dëshmitarët, të cilët janë aty. A priori 90% janë të indoktrinur në kuptimin të instruktuar se çka me fol, të joshën më rishfet se do t'i qojnë jashtë, dhe të joshën se do t'u gjojnë punë dhe do t'u paguajnë barna, barnishta, disa udhëtime të vogla. Ato janë dokumentet që unë i kom qitë. Ata shmujmë shefin mo. Njëjtë kemi deklaratën e këtij faqezit, faje kemi erit e Talit Saitajt, ku mënohen, e ki deklaratën e ati, ku mënohen me gjithë shqiptarë të fesë katolike dhe mënohen me gjithë njerëz që do të dëshmojnë ku na i neshme në mojtë njësyrë se si janë marë këto letrat që i kemë qitë na. Me në mojtë një në burgë sa ma gjatë. Dhe këto e në konë me instruksionet e gjykatësmitit. Unë kom deklaratën, unë i kom deklaratët të tyre, i kom në proces gjyqësor. Nuk im ka foli hamendje, i kom të shkrune. Orë deklaratë ati, ku pas taj qoha ta i vjen, thot jo midhnu, se më ka rrejt ky mu. Se kësë, Faiki Mjeri o prezentu si agent i CIA-s. Mi pat letrën e dokumentin e ka pas të marrun për Jack Smithit dhe bia serbe. Nësa Halet Saitaj i jep 700.000 euro për me bo dhe ato agent për Evropë, Azijë Qendrore, dhe me bo agent, me bo kryesorin e bias tash.
është deklarat e dhone. Dhe aje qënë të shefi i bia që është për Kosovën, tallet me ta këti, thot inqiza ma pak, këja qënë inqizimin i thot qytë kombi gjizu, dhe aty prishin ta në veti dhe vjen këta shqipjer pishmon, thot ka bashtruaj, këta gjenin ka rrinë për mu gabim, por, unë thot du mu bo tash drejt për drejt, dëshmitroj kse e gjikatet juve, sepse ju do në Amerike, në Amerika ka shliru vendin tamë, po du për i këtyne kriminele me liru Kosovën. Që? Po ku përmen në Jack Smith, në deklarat, hetusi i kse e gjikatet ndërpred, dhe nuk vazhdojnë mo që milion këta me folë matutje për Jack Smithin. Shto që mërëna atyjt është deklarata ku aje e pranon që gjatë prezencës ti ka folë Jack Smith me Fajki Merin, gjatë prezencës Fajki Meri ka folë drejt me personin e bjerë dhe Jack Smithin, që Jack Smith ju ka kërku me bo pare se po sosin fondet dhe kanë marrë detyrë me bo fonde për nëse gjykatës i sosin fondet me bo këta fondet të zeza për këtë gjykatë. Haradina e uroi që deputetët e legjislaturës së ardhshme nuk do të shikojnë më ndarjet politike dhe të bëjnë më shumë për ish-krerët e UÇK-s që janë të burgosur në Hag. Ai tha se pa përjashtim asnjëra nga subjektet politike s'kan bërë asgjë për djemtë të tyre që i kanë të burgosur në Hag. Haradina i tha se në Hag janë shkelur të gjitha rregullat, duke përgjuar madje dhe bisedat mes tyre dhe avokatëve që është ndaluar me ligj. Uroj që deputetët që kanë ardhur do ta këshyrin mirë këtë çështje, nuk do të menojnë atë Hashim, e PDK, e Recep, e VV, e ASI, e LDK, po do të menojnë si djemë të Kosovës, djemë që bi supet e tyne, deshtën këta është deshtën së muja heke në patën luftën, dhe djemë të cilet u servikun për që dhanë sa mujtën, sa ditën. Prandaj, edhe deputetet kanë obligim të bojnë sa mundin dhe sa din. Po deri tash nuk kanë tregu asë një deputet. Jo, sepse ka herë po shkuat nuk dashten këta. Jo, nuk dashten gjithë. As kanë bo VV-ja, as ka bo PDK-ja, as ka bo LDK-ja, as ka bo AK-ja, as ka bo nisma për shkoj me radhë. As në s'kanë bo. Për djemë të vetë që i kanë atje. Se në fundit, kushtetuta se cilit qytetarë të Kosovës ja garanton mbështetjen e shtetit vetë. Kanë obligim kushtetues, qofshin ata edhe kriminal ordiner, kur janë jashtë vendit, kanë obligim kushtetues të qasen mbrojtje dhe t'i afrojnë një gjyq të drejtë të pavarur. Asgjë tjetër edhe drejt. Nuk ka nevojë ta më shku me Tarakopa me mësy atje. Po më kërku llogaridhënie, më kërku, a është gjykatë e Kosovës po? Çish mundesh me thonë Kosova me to hi? Si? A është gjykatë e Kosovës po? Monitorim. A është gjykatë evropiane për drejtat e për arsye u bë atje sepse këtu do të kishte ndërhyrë ndërsi dhe do të kishin dalë dokumentet po. Qysh dulin prej hake, qysh terdhen. Për gjitha ato që o thirë që bejbojmë, ajo është i kajfen, është e kundërta, është e kundërta. Prandaj edhe ku ka qenë për kërkim fonde, sepse shkon kryetari i gjykatës kërkim fonde të ambasadorat një herë në vit. Për një vjel ata që pastaj me punu një vet me ato tolla, e ka marrë vrejtin sepse i kem në shënimet, se pa avokati jam i ka shënimet, për purimeve aty, që i kanë thonë Zoj, ma shumë je ka shpenzën ti për pengim drejtësi, se për fakte për cilat je ndërtu. Kështu që ta shreja, a je ka sheshka ka banë? Që sa shpenzimit të sa gjyqit, sa proceset, ma shumë ka tash për gjaja pengim drejtësi, pengim cilën këta e kanë konstruktu, pengim që e konstruktu në edhe këta tash, e konstruktu 2-3 bashkëpunëtor tyne, i shtin me folë në për Kosovë këtu, për me mujtë me të nua shqipthasin. E jo patën përgjime, s'patën përgjime. Ata i kanë pasë edhe privilegjimet e privilegjuara. Ata kanë thyer edhe rregullat bazë të burgut të privilegjit të sekretet, që quhet linje privilegjuar, ku nuk guxon mu dëgju. Ata i kanë dëgjuar edhe ato. I kanë dëgjuar bisedat mes neve avokatëve. Që është ndaluar, është e garantuar me ligj. Gjithçka kanë bërë. Dhe atë çka? Sepse si japin kërkuj llogari. Dhe atë pse? Pse kërkush s'o ka lypë neve llogari. Sikur se më thon atë çka ha të bëhet më tash ka të bëhet mirë boll na po zgjidhem po na zgjedh populli po hypim në qeveri her na her ata. Ai pati kritika edhe për njerëzit e UÇK-s në subjektet politike për heshtjen e tyre ndaj padrejtësive që po bëhen në këtë gjykatë. Padrejtësitë ndaj krejt të UÇK-s ndalen kështu. Parlamenti duke mobilizu, prandaj pa ta bënë një fletë, një farë betimi për drejtësi, jo obligim që gati është në kuadrët e atij betimit që kanë, dhe është në kuadrët të betimit secili deputet që ka thonë do të punoj për popull, dëzarin e juve do ta çoj atje. Prandaj secili prej tyne
i ka votat, nëse të kërkuj shpilogajtën popullin, UÇK, që në populli vetë është UÇK, se kjo UÇK për ishte bollë ka dalë, i kanë antarë të UÇK që i kanë votu. Cila parti është të votuar për veteranëve të UÇK-s. Dhe nëse vetëm një veteran një parti e ka, jo se që ka veteranë aty mrena, e po shukatin, nuk kanë qërëdi të dhate aty, se po doket ta mën për ja justifikojnë ato që s'po bojnë zo, ata kanë detyrë me ngritë zonin për padrejtësi që ka i bot njerëzve tonë në këtë gjykat, këtë prokurisë speciale. Dhe unë mendoj që ky betim, që është më shumë më u kujtu, këqyrë që shka janë kanë thënë bota. Janë arshitu disoja s'do në Amerika, marë mandat e kujtë kërë botë. Mirë, atë e pasi po, a ki sot mu që të ashtë? Ja, Amerika ka thotë, hecë puno. Puno sepse unë e zbulova që Jack Smith dhe kjo gjykat ka abuzu me mjetë financiare, prandaj në një fundit. Dhe dyta është politike. Çka do në mu? Nëse kjo gjykat abuzon me mjetë financiare, si guxojmë të besojmë na në drejtësi. Çfarë ta don? Çfarë ta don këtë drejtësi? Dhe unë jam dakord që edhe po të lirohen të gjithë sot, ne prap duhet të punojmë për këtë gjykat që mi pa ditë këta. Jo mu gëzu u liru në duhet pafajshëm. Në rregull që ndalë sot dorë me duhet pafajshëm se kanë shku të pafajshëm, i ki akuzu politikisht, ja u ki hup jetën, tash ki me dhonë llogari pse ki abuzu me fëmijët, pse i thirr në emër të Kosovës, pse i ki nol, ja u ki hup njerëzve ka 5 vjet. Jetë, vetë dejtar në shqetëson që tash janë 5 vjet jetë. Dhe në fundit duhet më shku për krim që i ka bo, dhe mu akuzu ata për krime. Kështu që na duhet me punu për te i lirimit të tyne. Por është Kosova ashtu si që Nasim Haradinaj, së bashku me bashkëlutetarët, kishte luftuar dhe punuar? Kosova, unë mendoj që kur mos përfundoshin dëshira tona për Kosovën për me pa mirë ma mirë. Sepse atë do të ishte një vetëkënaqësi që është mirë. Kosova është shumë ma mirë, sepse janë 11.000 kilometra katror të lirur dhe janë largu okupatorit Serbi ato. Kosova nuk o keq, por Kosova ka mund të jetë ma mirë. Edhe ma herët, edhe tash. Prandaj ne du të kemi aspirata për Kosovën që të punojmë mirë ma mirë. Por Kosova përmirësohet kur populli vedisohet dhe ju lyp llogaridhënien njerëzve që i ka votu. Dhe nuk voton më për inati partijak në përhatet e miqësisë, po voton për llogaridhënie. Jepja e votës se një deputeti është që kur mi jap dikuj pare në borxh dhe me kthy me ta kthy. Ne kem votu për njerëz me na përvërsu dinitetshëm, me pas guxim, ne s'kem votu për njerëz krymylla aty, që gëzohen me një rrogë dhe hajt mirë jemi edhe ne do t'ju provojmë liderëve, do të me mësu me u qut deputet cilët jo çdo herë pajtohen me liderin, sepse në fundit këta janë sovran, janë autonom, sepse ata nuk i ka pru lideri ja u ka qitë emrin, po i ka pru populli dhe ja ka dhënë votën. Prandaj kanë obligim ma shumë ndaj votuesve se sa ndaj vetë liderit. Haradinaj në mbyllje të intervistës pati një komende për situatën politike në vend pas procesit zgjedhor. A gjithë këtë që po ndodhi quajti qyqarllëk? Qyqarllëk opozita, qyqarllëk. Gjithë ta deputet, ka marrë një ditë, ku kur një nuk ka me rreziku pozitën e vetë deputet me shku zgjedhje dhe treja. Po dhe nëse shkon zgjedhje dhe treja, kanë me shku për budallakit tyne. Fundit, unë menoj, këta e në zgjedhë me bo shtetin, me bo parlamentin, të gjithë duhet me kontribu njajtë. Nuk i zgjedhë ta për mu rejnë me vete, se na nuk i kemë zgjedhë për mu rejnë këta në ringë. Po na i kemë zgjedhë për me bo shtetin dhe me kryt detyrat kushtetuese që i kanë. Duhet me zgjedhin. Pse kanë lypë më konë lider? Për shka kanë lypë më konë lider? Sepse kanë premtu që do të gjojnë zgjidhje për shtetin. Prandaj kanë obligim. Për dhunë duhet me bo. Për dhunë duhet me gjithë gjumë për bashkë. Për ndryshe, më jap me menu, se këta në kavanohen për arsye që haga atje me punu ma shlirë pa ta. Unë jam shumë i sigurt se kur të konstituohet që ky parlament ka me pas rrjedhë atjera nga deputet. Të paktën nga ata të cilët i njohin. Mjaftojnë, për shembull të vetë plas libra, ku një debal bash, për diçka absurde, e ka prish një mbledhje parlamenti, pa edhe një 23 deputet që di unë shtash kanë me rregullu parlamentin. Kanë me kërku. Ka tash deputet të dinitetshëm që nuk e kanë postin e vet
mbi interesin kombëtar, jam shumë i sigurt për ta. Instituti permanent do të shihni ku të krijohet parlamenti. Unë jam shumë i sigurt. S'ka me pas më rrjedha si rrjedha parlamenti, që ka pas. Prandaj jam interesuar sa më shpejt të bëhet. Ish luftëtari UÇK-s Nasim Haradinaj u arrestua me 5 shtator të vitit 2020 për të dërguar më pastaj në Hag. Në maj të vitit 2022, Nasim Haradinaj u dënuar me 4 vite gjysmë burgim nga gjykata speciale me akuzën për pengim të drejtësisë. Ish nënkryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë së qlirimtare të Kosovës, u lirua nga burgu me 14 dhjetor të vitit 2023. Nasim Haradinaj është djali i adhetarit të madh shqiptar Smail Haradinaj. Ai ishte burgosur që fëmijë nga regjimi serb, por gjithmonë duke qëndruar stoik, i pathyeshëm dhe në balë të këtij pushteti gjenocidal gjatë gjithë jetës së tij.